E pra të nderuarin ndoqët Quçkat dhe Xhanani, ndërsa tani është koha edhe për mysafirin tim. Në studio kam një mysafir, një djalosh të ri nga Tetova. Ai është, do të flasim për ekspozitën e tij të parë, Dialog Kohrash. Ai ka një përzierje stilesh, periudhash dhe emocionesh, siç u vlerësua edhe nga kritikja e Yıldız Asani, i cila sjell një frymë të re në origjinën e artit bashkohor. Do t'i themi mirëmëngjes dhe mirëserdhje në studio, Ensar Fetës. Mirëmëngjes, si jeni mirë? Mirë. Të përurojmë për ekspozitën tënde të parë, që ende është e hapur edhe sot, më the paraprakisht, para se të fillojmë bisedën para kamerave. Kjo ekspozit personale si të bëri ty të ndjehesh, sepse gjithmonë ka emocione të mëdha në ekspozitat e para. Po, veçanërisht si herë e parë ishte një përzierje e ndjenjash, mund të them, krenarisë, kënaqësisë, por edhe përgjithësisë, sepse me të vërtetë ishte përgjithësi e madhe për mua të shfaqesha para publikut, por duhet të theksoj se ishte një punë e mbledhur ndër vitesh, e cila e dija se i ka ardhur koha të shfaqej para publikut. Edhe e tham me gjithë krenari që merr mirë që pata mundësinë të shfaqesha për herë të parë para publikut të Tetovar. Po. Dialog Kohrash është një titull shumë domethënës. Çfarë do të thotë kjo për ty? Për mua Dialogu Kohra është si një urë lidhëse ndërmjet dy botrave të kundërta, por të cilat mund të them perfekcionist bashkohen me njëra tjetrën dhe qëndrojnë së bashku në mënyrë perfekte. Dialog Kohrash është një dialog vizual i heshtur, ku çdo kush mendoj se mund të hyjë dhe të bëhet pjesë e këtij dialogu. Ky ka qenë qëllimi im. Dhe është një ringjallje e figuracionit dhe bashkimit të abstraksionit me figuracionin. Dhe kisha dashur që të lidh një thënie të Vasili Kandiskit, ku thotë se një vepër e mirëfill të artit duhet të ketë gjithmonë një harmoni të përsosur në mes të përkohshmes dhe të përhershmes. Dhe ky citat apo kjo thënie qëndron gjithmonë në kokën time teksa kam përfunduar këtë cikël. Dhe ti ke arrit je munduar që ta arrish ta bësh edhe atë thënie ndoshta në realitet. Po, e vërtet. Po. Sipas kritikës Yıldız Asani, ajo ka përmendur që ti ke sjell një gjuhë stilistike të re. Si e përjeton ti këtë vlerësim dhe si e ndjen vërtet atë gjuhë tënden, atë gjuhë artistike, do të kisha thënë? Për mua, me të vërtet është një kënaqësi që të vlerësohem me këto fjalë, sepse veçanërisht për një piktor të ri, artist të ri, të gjej atë doshkrimin e vet artistik është shumë e rëndësishme, sepse shumica edhe pas akademisë janë në mëdyshje se me të vërtetë se çfarë duan, por me të vërtetë mund ta them edhe unë lirisht se është diçka ime autentike, e ndjej se është diçka ime autentike, sepse gjithmonë kjo biseda apo ky debat ka qenë me vetveten time në radhë të parë, derisa pata atë guximin ta shpreh në pëlhur. Besoj se është autentike sepse kam lënë edhe një pjesë time tek ato piktura. Abstraksioni me të vërtet më lejon që ta shpreh veten dhe duke ndërlidhur duke krijuar një botë të re edhe nëpërmjet figuracionit. Po. Në pikturat e tua gjithashtu ka një ndërthurje të qartë mes figuracionit, ashtu si ishte, fantazisë dhe abstraksionit. Pse e zgjodhe këtë lloj kombinimi? Pse e zgjodhe këtë rrugë ta punosh? Po si thash dhe më parë, abstraksioni me të vërtet më jep lirinë e shprehjes dhe është një mënyrë me të cilën unë shprehem, kurse figuracioni të lejon të tregosh atë mishtërinë, atë punën akademike, dhe nëpërmjet këtij kombinimi mendoj që kam krijuar një mjedis të ri, për këto personazhe dhe mendoj se është mjaft të tërheqëse
edhe për publikun ti shoh këto dy stile bashkë të kombinuara. A ka ndonjë stil ose periudhë historike që të ka frymëzuar më shumë baroku, surrealizmi edhe ndoshta arti klasik? Në këtë cikël unë kam marrë në përgjithësi prej periudhave më të rëndësishme të artit, duke filluar nga baroku, renesanca, por edhe tek epoka e artë, nga artistët holandez, po mund ta veçoj barokun, artistët e barokut, si Caravaggio në epokën e artë, Rembrandti, siç njihet, por klasikja gjithmonë bile për ne më të rinjt, mjeshtrit e mëdhej kanë qenë idolët tanë. Bile edhe vazhdimisht edhe tash ju kthehemi studimeve të tyre, duke studiuar punën e tyre, kështu që baroku dhe epoka e artë kanë qenë edhe janë si një udhërëfyes në artin tim. Po. Sa vepra përfshin komplet ekspozita dhe si lindi ideja për secilën prej tyre, sepse the që je përgatitur goxha shumë për këtë ekspozit. Po, është një punë mund të them se 2 ose 3 vite tashmë, po unë kam përzgjedhur të ekspozoj 17 piktura të formateve të ndryshme dhe teknikave të ndryshme, të cilët pikë së pari kam filluar me skica, duke përzgjedhur figuracionin apo personazhet, duke studiuar anën psikologjike të tyre, rolin e tyre në shoqëri dhe pastaj duke i futur në një mjedis abstrakte apo në një botë të re. Dhe ka qenë mendoj që puna nuk ka qenë vetëm edhe në ateljen, nuk ka qenë sfida e vetme në ateljen, por edhe përzgjedhja e kompozicioneve ka qenë mjaft e rëndësishme. Në disa piktura më duket sikur ke përdorur diçka që të kujton freskun, pra pikturat në mure, që bëhen mure. A është kjo diçka që të tërheq apo ky stil ka ardhur thjesht natyrshëm? Është diçka që më tërheq, por nuk e kam marrur eksakten dhe ta vendos në pikturat e mia, por është diçka që më lë shumë përshtypje ajo teknikë dhe mundohem një pjesë të saj ndoshta ta fus në pikturat e mia. Atë teknikë ta përdori unë, por jo eksaktësisht të njëjtën. Po. Pra, është diçka që me të vërtetë të lë përshtypje. Ajo teknikë e lashtë, e cila ende është e gjallë sot. Dhe ka shumë piktura murale. Po, e vërtet. Ngjyrat në pikturat e tua duket të jenë shumë të menduara. Çfarë roli kanë për ty këto ngjyra? Të udhëheq emocioni apo kompozicioni i ngjyrave? Veçanërisht në këtë cikël, ngjyra për mua ka atë kuptimin e kohës. Por janë dyja bashkë, emocioni dhe kompozicioni. Unë mundohem që mos e lë veten të dalë jashtë kontrollit dhe vetëm të improvizoj, por që të lidhet me kompozicionin. Gjithmonë ngjyrat janë të vendosura në bazë të konceptit të pikturës dhe është një ndërlidhje mes emocionit dhe kompozicionit. Siç thash, veçanërisht në këtë cikël, ngjyra për mua paraqet kohën, atë lëvizshmërinë e kohës, jep kahjen e kohës dhe atë udhëtimin nga e shkuara në të tashmen. Po. Kritikja thot që ti krijon një botë më reales dhe imagjinares. A është kjo edhe mënyra se si ti e sheh botën në artin tënd? Pak a shumë është ajo, sepse unë mendoj se realia dhe imagjinarja i ndanë një kufi ngushtë dhe janë shumë si një fije floku që i ndanë njëra prej tjetrës, për mendoj se kjo është pak a shumë se e shoh në botën dhe ajo ideologjia ime është që nëse pa anën e imagjinatës, pa ëndrat, njeriu nuk mund të arrijë tek realiteti. Mjafton që atë imagjinatin që ke në kokë, vetëm nëse e arrin ta
ndoshta ta bësh një koncept tëndin dhe arrin ta thuash, mendoj se e ke arritur gjysmën e punës. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme ana e ëndrave, ana e imagjinatës, kreativiteti i një personit për qëllimet të cilat don të arrijë. Prandaj mund ta them edhe lirisht, ëndrroni sa më shumë. Sa më shumë. Po. Që të krijoni ndoshta diçka edhe që të arrini diçka në jetën tuaj. Për mua deri pak kohësh ka qenë kjo një imagjinat e imja të shfaqesha para një publikut dhe ta paraqitja veten time, kurse sot mund të them se është një realitet. Mund të themi që ndoshta ëndrat janë pjesë e manifestimit, sepse ne i manifestojmë duke ëndruar edhe i manifestojmë dëshirat edhe kërkesat tona në një horizont tjetër, në një fuqi pak më të lartë se ne. Cilat janë planet për të ardhmen? Se ekspozita ende është e hapur mirë, po a ke menduar edhe për ekspozita tjera? Po, patjetër. Mendoj që si vjen ajo gradualisht, ndoshta duhet kohë për ta... Por edhe duhet të them dhe duhet ta cek se për mua ishte rëndësishme që ekspozitën e parë ta bëja në Tetov, të paraqitesha para publikut tetovar vendas. Edhe pse kam pasur oferta tjera që të shfaqesha për herë të parë në vende tjera, por për mua ishte rëndësishme Tetova. Kurse tani, mendoj që edhe ndoshta pas një periudhe 2-3 mujorsh ose më shumë, se nuk mund ta përcaktoj unë atë, besoj se do ketë edhe ekspozita tjera në vendin tonë, por qëllimi dhe besoj se dëshira e çdo artisti apo çdo njeriu është të njihet ndërkombëtarisht. Dhe të jetë pjesë e vërtet e artit të botës, po, artit botëror dhe bashkohor. Po. Ensar, fare në fund, si është të ardhmen tënde në art? A ke ndonjë ëndër konkrete? Ne folëm për ëndra dhe folëm për planet e tua për afërsisht. Ku e sheh veten tënde në art? Për mua është rëndësishme të qëndroj autentik, të qëndroj asaj se kush jam unë dhe të kem atë dëshkrimin tim artistik që ndoshta edhe në bazë të pikturës të njihet se kush e ka bërë. Për mua është rëndësishme vërtetësia dhe të jesh ai që je, të mos dalësh jashtë kornizave të vetes, dhe qëllimi im është që nëpërmjet artit tim, punës time, të jap një mesazh, të vetëdijsoj, por edhe ndoshta edhe që njerëzit apo publiku që të hyjnë në atë botën e artit, që ata do të them që të bëhet një gërshëtim ndërmjet këtyre dyjave. Dhe për mua me të vërtet kjo është shumë e rëndësishme. Po, sigurisht edhe piktura është një pjesë të cilën ne përjetojmë secili ndryshe. Edhe arti nuk duhet të jesh artist për të dashur artin. Jo, e vërtet. Ensar, ti mua më nderove me prezencën tënde, dhe unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj bisede, shumë të këndshme, dhe shpresoj që kjo ekspozitë e parë mos jetë e fundit e jotja, dhe të kemi shkase dhe arsye për pas edhe herave tjera në emisionin tonë, po pse jo kur të ngjitesh në majat ndonjëherë na kujtosh edhe neve. Patjetër. Kënaqësia ishte e gjithë e imja dhe faleminderit që ndahet nga koha juaj televizive për të më pasur mua sot këtu. Faleminderit.